Përshëndetje, unë jam Kristian Ramaj, jurist, i specializuar për drejtën tregtare dhe pronësinë intelektuale. Sot jam këtu me juve me ju përgjigj pyetjeve të cilët ju na keni dërguar që kanë të bëjnë me biznesin dhe ligjin. Blenda po na pyet ku është dallimi mes shoqërisë me përgjegjësitë kufizuar dhe biznesit individual. Një pyetje që e hasim shumë shpesh edhe në praktikë në jetën e përditshme prej biznesmenëve që dojnë me regjistru kompanitë e tyre. Edhe nga vetë fjala biznes individual kryesisht domethënë i referohet një biznesit që punon i vetë punësuar, vetë pronari atje. Kurse shoqëria me përgjegjësitë kufizuar janë zakonisht bizneset që janë më strukturuar dhe më të mëdha. Dallimi kryesor qëndron pikërisht tek përgjegjësia kufizuar, që te bizneset individuale, pronari është i përfshin direkt me gjithë kapitalin e tij, qoftë si person fizik, qoftë edhe si biznes. Kurse tek shoqëria me përgjegjësitë kufizuar, përgjigjet vetëm me kapitalin e biznesit apo të kompanisë, por jo edhe me atë privat. Pra nëse hyn më vonë në detyrime kompania dhe dikush mundet me dërgu ato tek përmbaruesi privat, përmbaruesi ose gjykata nuk ka mundësi me prej kapitalin privat për një bërë që ka detyrim nga një SHPK që është pronë e tij. Kjo është domethënë dallimi kryesor. Për çka bëhet biznesi individual? Kryesisht për zanate, për shembull parukëri, automekanik ose një punë tjetër domethënë që nuk është shumë komplekse, që nuk ka një kapital mbrapa që mundet me u rreziku ma vonë. Për çdo aspekt tjetër është shumë më e preferueshme shoqëria me përgjegjësi kufizuar. Pyetjen e radhës e kemi nga Ari. Ari na pyet a ka mundësi në Kosovë me patentu një produkt dhe si shkon procedura. Përgjigjja thjesht është po, në Kosovë mbrohen patentat dhe regjistrohen kuadër të Agjencisë për Pronësi Industriale. Një patent për me mujt me u regjistru, sigurisht se i ka disa procedura dhe një rrugë ligjore që ka parapa ligji për patenta. Fillimisht e thotë që duhet jetë një risi në treg, e cila nuk ekziston më parë dhe nuk është e patentuar nga dikush tjetër. Edhe ajo risi që ka duhet me pas një karakteristikë tjetër është që duhet me zgjidhë një problem real në botën fizike të prekshme. Pra nuk mundet me thonë diçka abstrakte, për shembull kodimi ose diçka tjetër, sepse këto mbrohen me të drejtën e autorit. Fillimisht dërgohet domethënë një aplikacion në Agjencinë për Pronësi Industriale, pastaj ajo shqyrtohet, nëse i plotson kushtet ligjore, atëherë dhe publikohet më vonë. Dhe pas publikimit nëse nuk ka kundërshtim dhe rezulton se ajo shpikja është unike, atëherë sigurisht ajo edhe patentohet dhe mbrohet për një kohë të saktuar. Gjakovari na pyet, a patentohet edhe ideja? Edhe kjo është një pyetje që e marrim shumë shpesh në teren. Ideja në praktik nuk patentohet, ajo mbrohet në qoftë se është e shkruar dikon, mbrohet me ligjin për drejtën e autorit dhe drejta tjera të parafërta. Mirë po, vetëm si ide në kokën e një shpikësi, ajo nuk mundet me u patentu për shkak se nuk ke mundësi me kristalizu me dokumentacion përkatës, që me ditë se çka po mbrohet se çfarë është ideja. Inovatori më na pyet, nëse patentojmë në Kosovë, a vlen edhe jashtë? Jo, patentat janë territoriale dhe vlen vetëm për jurisdiksionin apo shtetin ku ato janë të regjistruar dhe të mbrojtura. Gjithashtu vlen me u përmend që Kosova nuk është hala antare e organizatës botërore për pronësi intelektuale, gjatë që e pamundson edhe aplikimin e sistemit ndërkombëtar PCT, që nënkupton në disa jurisdiksione ose disa shtete, pra patentat janë të lidhura ngushtë me territorin ku ato janë të regjistruara. Kreshniku na pyet, pse është e nevojshme me regjistru markën tregtare? Kjo për një kohë ka qenë një pyetje shumë e bezdishme për shumicën e biznesit, për shkak se ata insistonin që unë e kam themelu biznesin, e kam certifikatën e ARBK-s që dëshmon se ky biznes me këtë emër është i imi dhe kushdo tjetër që synon me bë biznes të ngjashëm me mua, unë jam i mbrojtën. Mirë po, ligji për shoqëri tregtare, domethënë rregullon vetëm emrin zyrtar dhe emrin tregtar për një kompani, ndërsa marka tregtare është një nivel tjetër i mbrojtjes, për shkak se kjo shkon direkt si pronë e veçantë që hyn në pronë e paprekshme ose pronë intelektuale që regjistrohet në kuadër të Agjencisë për Pronësi Industriale. Është e nevojshme për shkak se
e mbron reputacionin ose emrin treg, gjithashtu e pengon konkurrent ose dikush tjetër me përdor me keq besim dhe me fitu, si me thonë, mbi bazën e asaj që ju e keni ndërtu ma herët. Gjithashtu ajo mundet edhe me u licencu, për shembull për bizneset që i bajnë francizë ose diçka, duhet me pas patjetër edhe markën e regjistruar me cilën e autorizon një kompani ose një person tjetër për me përdor si licencë atë certifikatën e markës që e ka regjistruar pronari origjinal i saj. Gjithashtu, regjistrimi mundson edhe deponimin si lloj garanci bankare kur shkojmë me marrë një kredi. Nëse marrim shembull një biznes të njoftën si Apple, edhe shkon e lë certifikatën e markës tregtare, thotë po du me marr, po supozojmë 2 milion euro kredi, atëherë cilla banka e refuzon për shkak se dihet vlera e markës tregtare të Apple. Kështu që regjistrimi është shumë i nevojshëm. Pyetjen e radhës e kemi prej Arjanitit: sa i komplikuar është procesi i regjistrimit të markës? Procesi i regjistrimit të markës tregtare zhvillohet në dy aspekte, kur ka kundërshtime prej palëve treta dhe kur nuk ka kundërshtime. Kur shkojmë ndaj skenari më i mirë, kur nuk ka, është një proces mjaft i thjeshtë, edhe kalon për një kohë relativisht shkurt, 6 muaj deri në 12. Qysh fillon ngjashëm sikur te patenta, aplikohet, dorëzohen domethënë shkresat në Agjencinë për Pronësi Industriale, pasi që ato dorëzohen, ekzaminohen dhe shikohet se nëse marka i plotson kushtet formale për regjistrim dhe a ka ndonjë pengesë procedurale në shkresat që janë dorëzuar. Nëse gjithçka është në rregull, ajo markë publikohet. Nga momenti që publikohet, ajo qëndron e publikuar për 90 ditë dhe personat e tretë, pronarët e markave të mëhershme ose palë tjera të interesit, kanë të drejtë me kundërshtu markën tregtare edhe me dhanë argumente se pse personi që po do me regjistru që atë markë nuk është legjitim për mbrojtjen e saj në emrin e tij. Pra, domethënë, nëse shkon me një kundërshtim, atëherë kundërshtimi sigurisht se merr një proces më gjatë edhe është një procedurë më e ndërlikuar, që mund me trajtu ndoshta edhe me tematikën veti këtë aspekt. Po pak a shumë, domethënë, procesi mund me qenë shumë i thjeshtë dhe mund me qenë i ndërlikuar varësisht se a ka kundërshtim apo nuk ka. Elhami po na pyet, a duhet çdo biznes me regjistru markën? Jo, nuk është e obligueshme me regjistru çdo biznes markën, sidomos për bizneset që janë të vogla dhe që nuk kanë domethënë të lidhën veprimtarinë shumë me prezencën e emrit, sa kanë me prezencën fizike, qoftë të produktit, qoftë të shërbimit. Për shembull, nëse është një floktar dikon i lagjës, nuk ka rëndësi a ka të mbrojtën markën ose jo, për shkak se njerëzit janë të lidhur direkt me personin dhe varësisht emrit nuk ka shumë rëndësi marka është e regjistruar ose si e ka vendosur te lokali. Mirë, por në qoftë se i njëjti person vendos që biznesin e floktarisë me bën një lloj franqize edhe me shpërndar në pika të ndryshme, atëherë duhet me do e mos me kanë edhe i mbrojtën emri i tij si markë tregtare për shkak se siguron një lloj sigurie të plotë dhe kontrollon domethënë tregën për emrin që ai e shtyn përpara. Pyetjen e radhës e kemi nga Zana: çka ndodh nëse dikush jashtë Kosovë e ka regjistruar markën para meje? Që shpjegova më herët, markat edhe patentat lidhen direkt me territori. E tash nëse ai personi që ka regjistruar markën jashtë territorit të Kosovës para nesh, nuk na bën asnjë pengesë neve për me regjistru markën e njëjtë në territorin e Kosovës ose markë e ngjashme. Mirë, po në qoftë se ai person më vonë e shtrin veprimtarinë edhe në tregën e Kosovës, ai atëherë ka mundësi që me fillu një proces të shfuqizimit të asaj marke tregtare, që është ngjashëm me kundërshtimin, bëhet edhe kjo përmes Agjencisë për Pronësi Industriale, me që rast tregon se marka e regjistruar fillimisht ka qenë domethënë me keq besim, pasi që ajo markë është e zhvilluar jashtë nga dikush tjetër dhe kjo markë pra shfuqizohet dhe mbetet prapë pronari legjitim ai që ka regjistruar më herët. Por nëse ai nuk futet në tregun e Kosovës dhe nuk e kundërshton, atëherë kjo markë mund të mu regjistrua dhe me funksionu pa problem. Por jashtim bëhen rastet kur janë markat e mirënjohura, ta themi sikur McDonald's ose BMW ose çfarë do të qoftë, aty automatikisht domethënë agjencia refuzon në qoftë se nuk është prej pronarit legjitim aplikacioni paraqitur. Kaltrina na pyet, a njihen marka tregtare e Kosovës jashtë vendit? Jo, me automatizëm, pasi që ato regjistrohen dhe mbrohen për territorin ku ato kanë pagu mbrojtje, ndërsa janë disa sisteme që garantojnë mbrojtje edhe jashtë shtetit. Për shembull, është sistemi i Madridit që mundson organizata botërore për pronë intelektuale,
ku domethënë mundet gjatë aplikimit me i përzgjedh disa shtete ose disa juridiksione ku dëshiron me mbrojt atë markë tregtare, paguhet një fi e caktuar, edhe lëshohet domethënë certifikata e cila garanton mbrojtje për disa shtete ose juridiksione, krahas vendit ku është bë regjistrimi. Për momentin pra në Kosovë, një aplikim i tillë është i pamundëm për shkak se ende nuk jemi të antarësuar në organizatën botërore për pronësi intelektuale. Artisti po na pyet se çfarë vepra mbrohen dhe ja mbrohen edhe ato që janë të krijuar me inteligjencë artificiale ose AI. Format që mbrohen janë domethënë tekstet, muzikat, fotografia, software, dizajnet, çfarëdo lloj paraqitje artistike ose skenike që është e shkruar, ajo mbrohet domethënë si pronë intelektuale në kuadër drejtave autoriale. Tash me zhvillimin e inteligjencës artificiale, e shohim se një tendencë shumë e madhe është bërë edhe prej krijuesve dhe artistëve të ri, me përdorë domethënë avantazhet e inteligjencës artificiale për me ardhur te një krijim më i shpejt ose ndoshta edhe më i përsosur i kontentit që dojnë me plasu. Tash krejt varet se çka është kriju. Për shembull, në qoftë se janë dhënë disa komanda shumë specifike për me ardhur një produkt specifik, atëherë sigurisht që këto drejta autoriale i takojnë domethënë autorit, për shkak se AI vetë s'ka arrit me zhvillu, me ngrit një kontent të tillë, mirë po ajo ka ardhur me ndihmën e një personi mbrapa saj. Mirë po kjo është hala diskutabile për faktin se edhe në nivel të Bashkimit Evropian ka hala një debat të hapën dhe nuk është e rregulluar në aspektin ligjor se kujt saktë i takon e drejtat pronësie për një përmbajtje që është e krijuar me inteligjencën artificiale. Pyetjen e radhës se kemi nga Rina, a duhet me u regjistru vepra për me qenë e mbrojtën? Nëse bëhet fjalë për veprat autoriale ose drejtat e parafërta, jo, ato mjafton të jenë dikun të shkruara dhe ta kenë të dokumentuara qartë një datë kur ato janë domethënë kriju, edhe ato mbrohen me automatizëm. Në Kosovë drejtat autoriale mbrohen për 70 vjet sa është pronari gjallë, plus 70 vjet pas vdekjes së tij. Domethënë që drejtat e asaj krijimtarie i gëzojnë edhe trashëgimtarët e autorit, e krijuesit. Pyetjen e radhës se kemi nga Syla, na pyet apo ndërmerr Kosova hapa për mbrojtje nga keqpërdorimi me inteligjencë artificiale apo AI. Aktualisht Kosova nuk ka një rregullativ ligjore, një udhëzim administrativ ose një mendim prej gjykatës ose prej agjencisë për pronësi industriale që na udhëzon ose na mëson ose na tregon se si duhet me u trajtu ky aspekt. Mirë po në qoftë se ka domethënë keqpërdorime, tu e përdor inteligjencën artificiale, atëherë mundet me u përdor mekanizma qysh bën edhe për keqpërdorime tjera pa u përdor domethënë AI, edhe vlen domethënë rregullat aktualisht të njëjta. Pyetjen e radhës e kemi nga Gashi, nëse paguajmë dizajnerin për logo, kujt i takon e drejta? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme dhe të falenderoj Gashi për pyetjen, sepse ke prek një temë mjaft të ndihshme dhe shumë të rëndësishme për bizneset, për shkak se mundet një biznes në fillimet e tij, është një biznes shumë i vogël, startup edhe thjesht i thot një mikut, a mundesh ma kriju një logo se po vyn për me hap për biznesin tem. Ajo mundet më kanë edhe shkruar ndoshta dikon me një kontratë po su specifiku pjesa e pronësisë. Atëherë ky biznes nëse më vonë bëhet një biznes i suksesshëm, regjistron edhe markën tregtare dhe tash autori është ai miku e dizajneri asaj marke, atëherë ai mundet me kontestu pronësinë për shkak se ai ka mujt një thonë unë ta kam dhënë të drejtën me përdor, po s'ta kam dhënë të drejtën me konti pronar, s'ta kam falë se s'ta kam shit. Për shkak kësaj duhet me specifiku gjithmonë në kontrata, jo vetëm në aspektin verbal, por gjithmonë me pas diçka me lanë të shkruame, që specifikohet se kush është pronari një marke ose një logo që ka kriju për një person caktuar. Pra në këtë mënyrë na sigurojmë një qartësi dhe një mbrojtje të duhur. Punëtori shembull po na pyet, pse në Kosovë po ka shumë biznese që punojnë pa kontrata? Kjo është një realitet shumë i dhëmshëm që e shohim për çdo ditë thuajse, edhe njohim secilin një mik ose një familjar që ka punu ose është punu dikon pa një kontratë pune, ose po realizohet një punë e caktuar mbi bazën e mirëbesimit se kanë folë me goja rresht edhe janë marrë vesh. Mirë po me kalimin e kohës fillojnë me kuptu që nuk janë marrë vesh edhe bash mirë, edhe aty fillojnë me pas konflikte. Mirë po raportet e punës
Ligji për të drejtën e punës e obligon çdo organizatë, qoftë biznes, qoftë organizatë jo qeveritare, që të lidhë një kontratë pune me punonjësit e tij. Ajo kontrata punës mundet me qenë në 3 forma: kontratë pune specifike që lidhet për vepra të caktuara, cila mundet me vlerë maksimum 120 ditë, kontratë pune për kohë të caktuar, cila vlen domethënë si kontratë e rregullt e punës, mirë pa ajo mbaron domethënë me një afat caktuar. Kryesisht këto janë kontratat që bëhen për projekte, ndërsa është edhe forma e tretë që ligji e parasheh dhe kontratën për punë për kohë të pacaktuar. Pra çdo person i cili është në marrëdhënie pune edhe nuk e ka një kontratë të shkruar me punëdhënësin e tij, mundet me paraqit një ankesë te inspektorati i punës, edhe ata janë të obliguar me marrë dhe me shqyrtu dhe me dalë terren edhe njëkohësisht me obligu edhe me xhobit biznesin, i cili nuk po i zbaton ligjin e punës karshi punëtorëve të vet. Po këtu tash është një pse po ndodh kjo, është një pyetje pak ndoshta më shumë filozofike, sepse fajti kemi shpeshherë edhe vet na. Kemi raste kur personat nuk dojnë me i pagu kontributit, po dojnë komplet shumën sa e ka bruto, me marrë domethënë cash, me shti në xhep edhe mos u deklaru kërkon. Ose kemi personat që janë me skema sociale tu marrë dikun, në momentin që ai figuron në sistem si punësuar, atëherë domethënë privohet edhe nga e drejta ose benefitet që i merr prej shtesave sociale. Po gjithashtu kemi pas edhe rastin e veteranëve, të cilë domethënë e kanë një pension të veteranit dhe në qoftë se më vonë kanë kriju një marrëdhënie pune, atëherë me automatizëm pensioni ju ka ndërprej. Kurse tash dihet që gjykata supreme veç e ka bërë të qartë edhe domethënë veteranë cilët kanë një marrëdhënie pune, nuk do t'ju ndërprehet edhe pensioni i veteranit që ju takon. Kemi edhe pyetjen e radhës nga Genti, i cili na shkruan se shumë biznese në Kosovë nuk e praktikojnë pagesën ekstra për punë gjatë festave zyrtare, qysh parashihet me ligj, që ato biznese nuk po ndëshkohen. Kryesisht arsyeja e parë që më vjen mend është guximi i punëtorëve për me insistu edhe me kërku drejtën e tyre për kompenzim për punë që bajnë, qoftë për orët shtesë, qoftë për ditë vikendit, qoftë për orët e natës, apo edhe për festa. Për shkak se gjitha këto kategori që i përmenda, nga tereni edhe nga jeta e përditshme secili e shohim na ka ra me has në kompani të cilë domethënë nuk i zbatojnë këto benefite ose e trajtojnë domethënë me një pagë bazë mujore pa marrë parasysh kohën se kur i punësuari është u paraqit në vendin e punës. Tash për shembull kjo pjesa e festave nuk vlen për bizneset e gastronomisë ose ato të ngjashme, mirë po vlen më shumë me këto industri në prodhuese. Mirë po mund me qenë edhe diçka një kompani shërbyse që mundet mu apliku domethënë edhe këto benefitet për punëtorët që janë të angazhuar në ditëve që ka festa zyrtare. E kemi edhe një pyetje nga Pashtriku, çka është ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve edhe sa është i rëndësishëm për biznese. Ligji për mbrojtjen e sinjalizuesve është mjaft i rëndësishëm, ani pse në Kosovë akoma bizneset, por edhe të punësuarit nuk e kanë shumë të qartë se çka është dhe si funksionon ose çka i garanton ai për ta. Me thjeshtu ma tepër sinjalizimi i bjen kur ka një parregullsi ose një keqpërdorim brenda një institucioni ose te një punëdhënës i caktuar, edhe tash për shkak të asaj parregullësie dikush po dëmtohet, domethënë në masë të madhe, qoftë shoqëria, qoftë komuna, qoftë prona e përbashkët ose diçka, domethënë është një pasojë e madhe që po krijohet për shoqërinë. Edhe fillimisht për me pengu, si më thonë, zhvillimin e asaj dukurie, atëherë personi duhet me pas dikun një derë ku duhet me tregu, me identifiku dhe me një farë mënyrë me u anku për çatë dukuri, pa u frigu që ka me pas ndëshkime ose pasoja për ta që lidhen direkt me vendin e punës. E ligji për sinjalizues e rregullon pikërisht këtë aspekt. Për shembull, në qoftë se një person e ka pa një parregullsi brenda kompanisë, çdo kompani e cila ka mbi 50 të punësuar është i obliguar me pasë një person të caktuar që kujdeset për sinjalizues, domethënë çysh ka me i trajtu sinjalizimet që vijnë nga brenda kompania. E në qoftë se nuk e ka, domethënë pasojnë gjoba për biznese. Kurse bizneset që janë më të vogla me numër të punësuar më pak se 50, mundet direkt me shku tek pronari ose drejtori asaj kompanie dhe me sinjalizu për një parregullsi që kanë identifiku. E në qoftë se sinjalizimi i brendshëm nuk
po jep fryte dhe nuk po përfillet, atëherë këta persona kanë të drejtë domethënë që me dalë dhe me bë publike gjetjen e tyne për me kërku domethënë që ai dom me u sanu sa më parë. Po ani pse kanë dalë tash publikisht, ligji për sinjalizues i mbron ata që kompania ose punëdhënësi mos me u hek marr ndaj tyne. Kemi pas edhe raste që kanë shku deri në gjykatën kushtetuese për mbrojtje sinjalizuesve, mirë po në fund ai punëtori është detyruar me dhënë dorëheqje prej atë institucioni ku ka qenë të punu, për faktin se është kriju një klimë shumë toksike e punës edhe nuk ka arrit më me zhvillu në vendin e punës, ani pse punëdhënësi direkt s'ka pas drejt me përjashtu, po domethënë gjykata kushtetuese tash e ka rregullu kogja mirë këtë aspekt, kështu që inkurajoj gjithë ata që janë të punu dikon edhe shohin një parregullsi, mos me pas frikë me folë për shkak se ligji për sinjalizues pra i mbron. Edhe pyetjen e fundit e kemi nga Telebengo. Për krejt këto biznese që po na thrasin në telefon për shitje pa lejen tonë, a mundemi me u anku në agjensinë për informim dhe privatësi? Telebengo është një shqetësim që kemi përditësisht secili, nuk përjashtona prej kësaj asone. Sigurisht kushdo që merr dhënat tona, që këtë rast hen edhe numri i telefonit si dhanë personale, edhe i keq përdor ato pa autorizimin ton, atëherë agjencia për informim dhe privatësi ka mandat dhe mundet merr hapa konkret, qoftë edhe tuaj dhënë një urdhër për me ndalu mos me shqetësu tutje, po edhe tu shqiptu edhe gjoba ndaj tyre, për shkak që kjo mundet me stimulu më tepër ata biznese promovuese që po i marrin këto dhënat edhe po na shqetësojnë në jetë përditshme. Kaq pata unë sot për juve, ju falenderoj secilin për juve që keni nda kohën për me i bë pyetjet, keni jashtëzakonisht pyetje të mira, edhe shumë dobishme besoj për shumicën prej juve. Qofse kjo çka e trajtuam sot nuk ishte e mjaftueshme për juve, atëherë ju ftoj që mundi më kontaktu edhe në LinkedIn, ose edhe ju shkruani organizatorëve këto që e kanë podcastin, edhe mundi me organizu nëse diçka në të ardhmen që me i trajtu edhe aspekte tjera që janë me interes për juve.